Një ditë pas atentatit të ndodhur në Mirdit, ku mbeti i vrarë 45 vjeçari Valter Dheshi, hetimet vijojnë pa një pistë konkrete që mund të çojë në identifikimin e autorëve. Policia e Lezhës ka marrë në pyetje një koleg të viktimës me të cilën ai ishte nisur drejt vendit të punës mëngjesin e ngjarjes. Sipas dëshmisë së tij, kolegu kishte ndaluar në një lokal disa kilometra larg vendit, në të cilën ndodhi atentati, për të konsumuar një kafe, ndërsa Dheshi kishte vijuar rrugën i vetëm. Dyshohet se autorët i kishin zënë prik 45 vjeçarit në një segment rrugor me kthesa, duke shfrytzuar terrenin malor dhe mungesën e lëvizjeve në orët e para të mëngjesit. Sapo automjeti i viktimës u afrua vendit ku ishte pozicionuar, autorët hapën zjarr duke i marrë jetën në vend. Relivi i thyer i zonës dhe mungesa e kamerave të sigurisë në këtë aks rrugor dyshohet se u ka mundsuar autorëve të largohen pa lënë gjurma të dukshme. Burimet nga grupi hetimor bëjnë me dije se mungesa e provave materiale po e vështirëson ndjeshëm zbardhjen e ngjarjes. Deri më tani nuk ka persona të shoqëruar apo të ndaluar në lidhje me vrasjen. Aktualisht prova kryesore në dispozicionin e hetuesve mbeten gozhonjat e sekuestruara në vendin e ngjarjes, si dhe automjeti me cilin udhëtonte viktima. Pavarësisht kërkimeve intensive në terren dhe përdorimit të dronëve për monitorimin e zonës, autoritetet nuk kanë mundur ende të gjejnë gjurmë që mund të ndihmojnë në përcaktimin e itinerarit largimit të autorëve. Grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe identifikimin e personave përgjegjës për atentatin.